Të gjitha analizat apo llogarit që secili ka bërë nga specialist deri tek tifozi më i thjesht. Ky do të ishte një grup në të cilin skuadrat do duhet të merrnin pikat maksimale me skuadrat e renditura më poshtë në renditje si Letonia dhe Andorra. Po. Natyrisht je i pafavorizuar në ndeshjet me Anglinë dhe praktikisht do duhet luanim finalet me Serbinë. Në këtë llogari, në këtë projeksion, kombëtarja ka bërë një aksident të madh dhe tani me gjërat ndërlikohen. Ti si mendon, kemi më shpresa ne për të kualifikuar në këtë grup, për të kualifikuar, domethënë për të arritur vendin e dytë pak. Tani shpresat u goditën që në momentin që ne bëm barazim me Serbinë këtu, dhe ti je i pafavorizuar për një ndeshje që do ta luash në Serbi me një kundërshtar që në letër është më i fortë se sa ty dhe natyrisht në ndeshjen që do të luhet e vendosur së fundi për të luajtur në Beograd, ti nuk ke më atë shansin që mund të luash edhe për një pikë dhe do t'i bësh llogaritë që të shkosh për të fituar atje. Në të dyja rezultatet, besoj që përqindja që skuadra kombëtare është minimale për të tentuar minimalisht vendin e dytë. Do të thënë pak a shumë ne janë prerë shpresat në këtë mes sezoni. Tani ne kemi vetëm shansin që kemi 4 ndeshje për të bërë tim mrekullin tani, por sa e mundur është që në 4 ndeshje merr 5 pikë dhe në 4 ndeshje të mbeta të marrësh maksimumin e pikëve të je 2 ke super vështirë. 2 ndeshje ke ëndrës. 2 ndeshje ke tamam ke praktikisht Anglinë. Jo, unë për Shqipërinë e po me barazimet e Letonin ke edhe Letonin ndeshje tani. E nis të pyet edhe nga fakti që për shembull me Italinë çfarë ndodhi? Humbën një ndeshje, humbën ata në eliminatore me Norvegjin dhe përgjithsisht e quajnë veten jashtë vendit të parë, jashtë garës për vendin e parë. Pra, një gabim i vogël që mund të ndodhi një ekip i madh. Sepse ka një projeksion, Norvegjia kishte fituar në Izrael, kishte fituar në Moldavi, ka fituar disa ndeshje, pra ka 9 pikë të plota. Ka fituar në ndeshjet që janë jashtë. Të mund ty 3-0 dhe në logjikën më thjesht do duhet sikur luhet Italia dhe me Norvegjia, Italia do të ka 4-0 me Norvegjin. Pra praktikisht ata e shohin veten vend dytë. Kështu që dhe ti praktikisht ata e shohin veten që do të Serbinë brenda 2030. Gabon dhe me Letoninë jashtë. Vendin e dytë e kap. Vendin e dytë mund ta kapi, por do shohë se si do ecin play-offet. Pra ti duke e parë veten që vendi i parë nuk e arrin dot. Vendin e dytë ke gabuar me Serbinë brenda, ke gabuar edhe me Letoninë, që është një skuadër që është e renditur poshtë teje. Janë 2 hapa falës që ty të lën jep një bonus ekipit kundërshtar, që në këtë rast është Serbia që mund të kalojë dhe mund të luajë edhe me barazimin. Mund të luajë edhe për barazimin me ty. Kështu që ata kanë një shans më shumë. Në këtë pikë ne kemi bërë një sondazh në faqen e Procesit Sportiv, ku kemi shtruar disa pyetje për të gjithë ata që na votojnë dhe na shohin aty. Ku 3 janë pyetjet. Në këtë pikë të sezonit. Vazhdojmë me Silvinjon, pra vazhdojmë të besojmë këtij projekti. Kanë votuar 16% që vazhdojmë me Silvinjon. Vazhdojmë me Silvinjon, por me ndryshime lojtarësh, pra ta ndryshojmë kombëtarin, formacionin, merrni si doni, 23%. Dhe fillojmë një projekt të ri pa Silvinjon 61%. Pra shumica e tifozëve nga 3700 vota që janë votuar në 24 orët e fundit thonë që projekti të ndryshojë në këtë fazë të sezonit.